Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të tjera që aspirojnë integrimin në BE u mblodhën në kryeqytetin e Danimarkës për diskutuar forcimin e sigurisë së kontinentit. Jemi shumë të shqetësuar dhe tani është koha për ndërmarrje veprime, tha kryeministri i Finlandës Petteri Orpo. Ndërkohë Komisioni Evropian do të punojë mbi një udhërrëfyes për mbrojtjen që do të publikohet brenda 2 javësh përpara se udhëheqësit të mblidhen për një samit tjetër për të marrë vendime. Liderët pjesëmarrës në samit dhanë mbështetjen e gjerë ndaj propozimeve për të përshpejtuar zhvillimin e teknologjisë së dronëve dhe sistemeve anti-dron. Gjithashtu liderët ranë dakord që asetet e ngrira të Rusisë t'i jepen Ukrainës. Udhëheqësit mbështetën gjerësisht projektet prioritare që do të forcojnë sigurinë e Europës duke përfshirë murin evropian të dronëve dhe mbikëqyrjen e krahut lindor, tha përpara gazetarëve presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në fund samitit. Përpara takimit i cili erdhi pas një sër shkeljesh të hapësirës ajrore nga dronët rus të Polonisë, Estonisë, Rumanisë dhe Danimarkës, Komisioni Evropian kishte publikuar një dokument ku përshkruante ndër ide të tjera 4 projekte kryesore që beson se duhet financohen dhe zbatohen me urgjencë. Dokumenti përfshin një mur evropian kundër dronëve, një mbrojtje nga krahu lindor, një mburojtje të mbrojtjes ajrore dhe një mburojtje hapësinore të mbrojtjes. Kryeministri i Danimarkës Mette Frederiksen, që mirëpriti homologët e saj evropian, tha gjithashtu se kishte mbështetje të gjerë për propozimet e Komisionit. Duhet të mbështesim prodhimin e dronëve dhe të forcojmë kapacitetet tona anti-dron. Kjo përfshin ndërtimin e një rjeti evropian kundër dronëve që mund të zbulojnë dhe sigurisht edhe të neutralizojnë ndërhyrjet nga jashtë. Pra ne duhet krijojmë një ekosistem evropian që do t'i mundsojë Europës të zhvillojë zgjidhje të avancuara për dron, të frymëzuara nga ajo që po bën tashmë Ukraina, tha kryeministria daneze. Ajo këmbguli se nuk kishte konflikt midis lindjes dhe perëndimit për këtë çështje, edhe pse ka shumë mundësi që investimet të jenë dobi të krahut lindor, i cili është gjeografikisht më afër Rusisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen argumentoi se shkeljet e hapësirës ajrore janë pjesë e taktikave të luftës hibride dhe kërkojnë një reagim dhe përgjigje të fortë e të vendosur nga Europa. Ne duhet të sigurojmë parandalimin më të fortë në shkallë dhe me shpejtësi, dhe ky ishte fokusi i diskutimit ton. Ekziston një ndjenjë qartë urgjence sepse ruajtja e paqes ka qenë gjithmonë një detyrë thelbësore e Bashkimit Evropian, shtoi von der Leyen. Komisioni është gati të hartojë një plan veprimi për mbrojtje brenda 2 javësh, i cili do të bazohet në diskutimet që udhëheqësit patën dhe do të përcaktojnë objektivat e aftësive me qëllim që ata të marrin vendime në një samit zyrtar më vonë këtë muaj. Ndërsa udhëheqësit e kaluan pjesën më të madhe të kohës në Kopenhagen, duke u marrë vesh për dronët, ata patën gjithashtu kohë të diskutonin masa të reja për të përforcuar ndihmën financiare dhe ushtarake për Ukrainën, e cila shihet si e ndërlidhur në mënyrë të pandalshme me çështjen e mbrojtjes evropiane. Ne flasim shumë për garancitë e sigurisë për Ukrainën, por në fakt është e kundërta. Ukraina është sot garancia e sigurisë së Evropës. Mbështetja jonë për Ukrainën është një investim i drejt për drejt në sigurinë tonë, tha Frederiksen. 27 liderët e BE-s shkëmbyen mendime edhe rreth propozimit të guximshëm të Komisionit për të dhënë një ndihmë prej 140 miliard eurosh për Kievin, bazuar në bilancet e parave kesh të aseteve të ngrira të Rusisë, pjesa më e madhe të cilave sot mbahen në Euroclear, një depozit qendror e letrave me vlerë me selin në Bruksel. Huaja, nëse arrihet një marrëveshje, do të zbursojë gradualisht me kalimin e kohës në varësi të kushteve. Sipas planit, i cili është ende në fazat e hershme dhe duhet përpunohet më tej, Ukrainës do të kërkojë të shlyente kredin vetëm pasi Moska të pranonte të kompensonte dëmet e shkaktuara, prandaj quhet kredi për dëmshpërblim. Më pas Komisioni do t'ia shlyente Euroclear këto para dhe Euroclear do t'ia shlyente Rusisë duke e plotësuar zinxhirin. Ndërsa plani ka fituar mbështetje të gjerë mes udhëheqësve, ai është përballur me rezistencën e kryeministrit belg Bart de Wever, i cili shprehu shqetësime ligjore dhe teknike. Një pikpyetje kyçe për Belgjikën është menaxhimi i riskut, si do të trajtojë kolektivisht nga bloku çdo problem, falimentim ose padi ligjore. Në fund takimit von der Leyen u përpoq të qetësonte kryeministrin belg. Është absolutisht e qartë se Belgjika nuk mund të jetë i vetmi shtet antar që mban rrezikun, por rreziqet duhet vendosen mbi supe më të gjera, tha ajo. Nuk ka sekuestrim
rishkrim të aseteve, theksoi më tej von der Leyen, sikurse pretendon Rusia. Gjithsesi asetet e ngrira për momentin do të qëndrojnë në frigorifer. Samiti i ardhshëm më vonë gjatë tetorit mund të jetë dita e së vërtetës, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. 2 orët e planifikuara për të folur rreth mbrojtjes së përbashkët zgjatën 2 herë më shumë, duke pasur parasysh nevojën për diskutime të mëtejshme. Takimi midis 27 ministrave të mbrojtjes dhe diplomates së lartë të BE-s, Kaja Kallas, do të zhvillohet më shpesh. Vendet kryesore evropiane, Franca dhe Gjermania, shprehen skepticizëm ndaj një muri kundër dronëve të menaxhuar nga Komisioni, ndërsa vendet jugore po përpara një koncept më të gjerë që do të mbrojë edhe kufitë e tyre. Kancelari gjerman Friedrich Merz hyri në samit duke dashur të fliste për konkurrueshmërinë, por dështoi: "Do të kemi 2 tema kryesore për të diskutuar, së pari konkurrueshmërinë e industrisë europiane dhe nivelin e lartë, shumë të lartë të rregullimit në Europë", tha Merz për gazetarët pas mbërritjes në Kopenhagen. Së dyti, për fat të keq, do të na duhet të flasim përsëri për luftën e Rusisë kundër Ukrainës, shtoi ai. Megjithatë, zyrtarët në samit e dinin se mesazhi Merz ishte i përshtatur për një audiencë të brendshme, pasi udhëheqësi gjerman është në presion në rritje për të organizuar ekonominë më të madhe të BE-s dhe për të zbatuar reformat rrënjësore.